Në një familje, shpesh herë më të vegjlit janë më të favorizuarit, por po t'i përkëdhelë shumë, ndodhë si që ka ndodhur me vllajën e Angelës. Ja ku vjen Angela, një super gocë. Faleminderit. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Si e? Them se mirë. Pak me emocione, por shumë mirë. Do kalojnë. Pa, sigurisht. Pa më trego që bëhet me vllajën tënd, por më përpara fillo më trego si do duash ti. Pa. Atëherë unë jam Angela, vi nga qyteti Vlorës, për arsye studimi jam vendosur këtu në Tiranë. Vi nga një familje e madhe, relativisht, sepse kam 2 vëllezër të mi biologjik, por kam edhe 2 vëllezër të tjerë që janë çunat e xhaxhit tim që nuk jeton më, edhe prindrit. Edhe ata i ke si vëllezër. Po, sigurisht. Ata janë pjesë e jona. Arsyeja e ardhjes time këtu është vllai im i vogël im. Po. Isi quhet. Në fakt ai quhet Ismail, sepse ne jemi shumë krenar për këtë emrin, sepse mban emrin e stër gjyshit ton, por Isi. Mendova mos ishte për Ismail Qemalin, meqenëse edhe nga Vlora tash jemi shumë krenar. Jo, pse jo, po edhe kjo. Edhe ky Ismailin ta bëj Vlorën aq krenare sa ai Qemali. Kam ardhur për Isin sepse Isi tani është në fazën e adoleshencës. Edhe sigurisht dihet që është periudha e ndryshimeve të mëdha që ndodhin te Isi. Sa vjeç është? Është 15 vjeç. Është në klasën e 9. Po. Edhe Isi që fëmijë ka qenë një natyr shumë e ndjeshme, në fakt. Edhe pavarësisht kësaj, duke qenë se është edhe nga Vlora, nuk ka dashur shumë ta shprehë këtë ndjeshmërinë, sepse do gjithmonë tregon që është burr. Ç'do të thonë kjo, duke qenë se është edhe nga Vlora? Po ne nga Vlora kemi këtë të qenurit pak më të fortë, më burrëror, se mes meshkujt tan janë. Pa, sigurisht. Këtu fillon e gjitha, domethënë, te pjesa që Isi në formimin e personalitetit të tij ka dashur të tregohet shumë më i rritur se sa është. Këtë tregon që në sjellje, në marrëdhënie me të tjerët, në shkollë. Isi tani më do ndryshojë dhe do të shkojë në gjimnaz, por duke qenë se përpiqet ta shijojë shumë kohën e lirë, i duket sikur edhe shkolla nuk e ka atë rëndësinë e dur. I duket sikur në shkolla ai shkon thjesht për t'u argëtuar, edhe i kushton vëmendje vetëm lëndëve që atë e tërheqin më shumë që janë lëndë shkencore. Sepse aty ka prirje Isi. Po nuk që nga keq. Jo, nuk është keq, po edhe aq mirë sa duhet nuk është. Ka filluar të bëhet pak në thonjza arrogant me të tjerët. Nuk i pëlqen që Isin ta komandojnë të tjerët. Arsyeja e parë pra është shkolla, pse un kam ardhur këtu. Arsyeja e dytë, por jo më pak e rëndësishme, është marrëdhënia e Isit me mamin. Mami, sigurisht të gjitha nënat që besoj se dihet, përveç se janë shumë protektive, janë edhe shumë qortuese ndaj fëmijëve. Dhe duke qenë se Isi është i vogli, pavarësisht se e kam përkëdhelur shumë, mami gjatë gjithë kohës do që Isi të bëjë çdo gjë perfekte. Sepse duke qenë se unë dhe vllai tjetër jemi në një stad tjetër dhe i dukemi pak të rritur, do që dhe Isin ta shikoj kështu. Ju babin e keni po? Po, sigurisht. Me kë shkon më mirë Isi, me mamin apo me babin? Duke qenë se babi ka përdorur pak një, në thonjza kamuflazh, sepse do të duket shumë i mirë para nesh dhe nuk na flet fare, por ka një shikim shumë qortues. Madje mami thotë që mua më duhet të më dali fyti për t'ju folur ju, ndërsa babi mjafton t'ju shikoj dhe nuk lodhet fare. E po tani. Faleminderit. Dhe te marrëdhënia me mamin, Isi ka filluar që t'ja kthej shpesh fjalën mamit, ta bëj të mërzitet. Madje ka shumë momente kur unë marr mamin në telefon edhe flas edhe mami nuk më shpreh shqetësimet e ditës të tipit që nuk shkoj mi me babin për shembull, apo që Xheku, vllai tjetër, është sjell keq, por gjithmonë kur unë e gjej mamin duke qenë mami, them, çka ka bëj Isi? Se vetëm këtu qëndron e gjitha. Dhe gjithmonë ai është kaktari. Po, vetëm Isi. Përveç marrëdhënies me mamin, Isi ka dhe një pjesë tjetër. Isi luan futboll. I pëlqen shumë futbolli. Normal, si gjithë djemë. Po, si të gjithë çunat, po jo ka dhe prirje me sa duket. Të paktën kështu është nga trajnerët që e kanë mësuar. Këtë kohët e fundit ka filluar që të thotë që kohën që shpenzonte me futbollin, thotë që do dal me shoqet, ose do dal me shokët, ose do shkoj të luajë PlayStation me shokët, ndërkohë që i pëlqen më shumë të luajë futboll virtualisht se sa të luajë në fushë, është dhe më e shëndetshme madje. Sigurisht. Pjesa e futbollit, në fakt, babi, duke qenë se babi e ka lënë të lirë që Isi të ndjekë atë çfarë do Isi, babi nuk ka filluar të flasi dhe shumë për këtë pjesë, ndërkohë që mami e ka me shumë merak. Thotë nuk dua që të heqë dorë nga ajo. Diçka tjetër që ka Isi, se nuk mbarojnë të Isit, është që Isi është mësuar të japi urdhra. Isi është në të gjithëve. Edhe babit?
Po, ndonjëherë edhe babit. Urdhra të tipit që nuk do të dali dhe nuk i thot që ba, a mund të dalun? Po i thot, ba, unë do dalë dhe do kthehem në këtë orë. Edhe atë orën që thot do kthehem edhe ana shkalon ndonjëherë, ndërkohë që unë edhe Xheku vllai tjetër nuk e kemi bërë ndonjëherë. Pra nuk merr leje, po e bën fakt të kryer. Po, e bën fakt të kryer gjithmonë. Është pak problem, pavarësisht se unë e trajtoj me të qeshur, por është pak problem sepse situata në familje ndonjëherë edhe agravohet për faj të isit. Faj. Faj quhet, sepse për ta vënë para përgjegjësisë duhet ta quajmë faj. Isi është simpatik? Në sytë e mi isi është më i bukur i botë. Po sigurisht që edhe nga sondazhet e bëra me gocat dhe shoqjet e isit goxha simpatik është. Domethënë po gocat zien për isin? Kemi shumë eksperiencë nga këto. Vërtet? Po, pafund. Janë zënë për isin? Po, isi ma ka kaluar edhe mua me sondazhe. Nuk zien çunat për mua, se zien gocat për isin. Duhet ka shumë raste të tipit. Ka ndonjë shoqe të ngushtë që ta ngacmojmë pak nëse ka ardhur? A mund të themi që një 15 vjeçar ka të dashur? Jo, tha shoqe të ngushtë. Po jo, isi nuk ka vetëm shoqe në kuadrin e shoqes, sepse ka dhe goca që i pëlqen më shumë se sa për shoqe. Vërtet? Po, vërtet. Ndërkohë më bëri përshtypje se ne kemi Gertin bateristin. Gertin është bateristi ynë. Dhe Gerti, sa herë që vinë këtu, është i përqendruar në ato gjërat e veta, ndonjëherë shikon dhe telefonin. Që sa ke ardhur dhe deri tani ka qenë kaq i vëmendshëm me ty, sa Gerti mos ma mbulo fytyrën. Faleminderit për vëmendjen. Okej. Tjetër gjë, do thuash përpara se t'japi mesazhin? Po, atëherë i gjithë mesazh, tani për të gjitha shakave. Për të gjithë fakti që situatën mundojmë ta trajtojmë me shaka që mos ta bëjmë dash problematike. Po, ideja është që unë dua që isin, me që është gjë publike, ta vë para përgjegjësisë. Sepse shumicës e njerëzve më duket thjesht një mesazh surprizues që më vjen mua nga dashuria e madhe që kam për vllajin, por nuk është vetëm kështu. Dua që ta vë para përgjegjësisë dhe të më japi disa premtime që do të dëgjoni në vazhdim, por që kanë të bëjnë me ato që unë thash më parë. Edhe në fund kam një surprizë për isin, që konsiston në faktin që nëse isi do mbaj premtimet që unë do t'i kërkoj t'i mbaj, unë komunikoj me babin edhe do të zotohem që ta marrë isin këtu në Tiranë, të jetoj me mua dhe gjimnazin ta bëj këtu me mua. Fantastike. Je sigur që do dish ta kontrollosh isin? Dje erdhi ke unë, dje në pasdite, që do vinte për sot këtu, dhe jetë në me mua, do me thënë ke shtëpia ime. Edhe rinte me mua gjatë gjithë kohës dhe më thoshte, Andru, ka menduar që dua të vi këtu te ty. Po ti që nga më kej se mami, pse i thashun? Po ja, tha, ti mua mund të më lëvizësh vetëm një orar në darkë, që mos më thuash të vi në shtëpi në orën 9, po të më thuash të vi në 10. Po për detyrat që nga më kej se mami. A i thash duhet ta mendosh para se ta kërkosh që të vishte unë. Pra isi mbrëm ka ardhur këtu. Po, isi ka ardhur dhe unë e di që ka ardhur. Por isi është shumë impulsive dhe është shumë i papritur dhe nuk e di nëse do vi apo jo. Shohim një herë mesazhin që kemi dhënë isit, e ndjekim bashkë. Po. Jemi në bregdetin e mrekullueshëm të Florës. Qyteti me sa duket nuk ka filluar akoma të pres pushuesit e parë, por për ne ka qenë gjithmonë në pritës. Sot mesazhin e kemi për isin dhe unë nuk po humbas më kohë, po nisem t'ja dorësoj. Mirdita. Përshëndetje, faleminderit mirë. Unë jam Klevis dhe vi nga Dile Shqiptare. Po, jemi drejtoresha, po, jemi Djeni. Zoran shumë që ju takojmë. Bashkë kemi fort. Po, bashkë. Pikë së parit, faleminderoj shumë për asnjë gjë, ju lutem. Faleminderit. Dhe do doja shumë që të na ndihmonit ta çojmë deri në fund misionin, të shkojmë te klasa e isit. Po, ju shoqëroj vet. Faleminderit shumë. Ja. Kjo këtu është klasa. Është kjo, po. Po. Zysha brenda është në Djeni. Kanonin e matematikës, kështu që e di. Vazhdoni. Faleminderit shumë. Asnjë gjë, ju lutem.
Si jeni? Mirë, si kaloni? Mirë. Unë quhem Fleris dhe vi nga Edela Shqiptare. Shpresoj që të kemi mirëkuptimin tuaj dhe të më jepni vetëm 2 minuta kohë. E keni patjetër. Sepse unë kam një mesazh për dikë nga Po? këta. Uluni. Ha? Si po thoje? Jo, po të shese mos e ke për mua. Mos e kam për ty. Si quhesh ti? Aleksandra. Aleksandra, jo, nuk e kam për ty. Mos një nga këta? Po një nga këta sigurisht. O, më E mirë. kam për një djalë në fakt. Po të qirohen gocat. E mirë. Dhe quhet Isi. Bravo, Isi, bravo! Ku është? Isi, po si jema? Si kalon? Gjithë klasa po gëzëm, vetëm ti kështu, serioz. Të ulemi bashkë 2 minuta? Si shkon ti në mësimet? Mirë. Cila është enda jote preferuar? Fiskultura. Fiskultura? Mirë shumë. Isi, ti ke celular? E ke me vete? Po. Jo, e ka presur Landa. Nuk e ke ti? Jo, e ka presur kujdestare, e ka ndonë, e ka fiku. Okej, shumë mirë, se nuk lejohet në Po. shkollë. Kështu që unë po ta them mesazhin, po ta them vetë mesazhin. Po. Isi të dielën, këtë të diel, je i ftuar në programin e Diela Shqiptare, sepse Arditi ka një mesazh për ty. Shumë do vija për. Andoj. Ja dhe Isi, por kam një pyetje për të bërë. Sa vjeç është Isi? 15? 15 vjeç. Po shokëteve të klasës, sa janë? Sa Isi? Isi nuk ka ngelur një 3-4 vjetë. Absolutisht Po jo. se duket një 3-4 vjetë, shikoje, në foton e fundit shikoje sa i madh duket Isi dhe sa i vogël duket ai. E thash Isi, gjatë gjithë kohës atë imazh përpiqet të japi. Plus që faleminderit Zotit që na ka bekuar që të jemi edhe pak mirë, kështu, nga gjendja fizike, dukemi pak të rritur. Okej. Tani, me qenë se Klevisin e kemi me provime, dhe kemi Enean, i cili do të na thot nëse na ka ardhur Isi apo jo? Në fakt Ardit ke shumë të drejtë. Isi duket se një moshatar imi, le ta ftojmë. Isi? Mirë se vjen. Nëse gjeta. Si e? Mirë. Ti sa vjeç je? 15. Pse e ke mërzitur atë që është atje? Se di në fakt kush është. Lëre, ti di shumë mirë se kush mund t'jetë. Se di. Më mirë bjonde apo brunja? Bjonde. Pse e ke mërzitur? Se Hajde, të di vërtet. në fakt për çfarë e ka mërzitur. Nuk e di për çfarë e ke mërzitur? Po. Je i sigur? Po. Mirë, pse ka sjellë mamana jo sot këtu? Pse ka ardhur me tjetër? Çfarë ke bërë? S'kam bërë një gjë. Ja? S'kam pasur ndonjë zëng kohë të fundit. Nuk po të torturoj më. Kë do të shosh për para shoqen, apo maman e saj, nje? E ke parë ndonjëherë? Or nuk na the jeni takuar, jo prit se po pyes Isin. E ke takuar ndonjëherë maman e vajzës? E kam takuar, po jo Jo si vjerën e ardhshme. jo vjenashme. Si mama në shoqes. Më pse se ke seriozisht ti me këtë? Mo ri, prit, se u çua vjera. Prit. Nuk e ke seriozisht ti me të? Se di kush është. A qa jeti, a qa jeti. Mirë, atere. Shikoje, dhe ta gëzosh. Shmotra. është motra, spëtove. U të shlirove, pësheretive njerë kështu thellë, kështu hap, u të shlirua. është motra. Po. Nuk është asë shoqja jote? Isi, okej. Do ta dëgjosh mesazhin e motrës? Po. Më sa qef e the? E dëgjojmë bashkë. Në emër të babit, të mamit, të xhekut,
Unë kam ardhur këtu që të them ty që pavarësisht se për të mirën tënde gjithmonë, ne mund të bërtasim, ndonjëherë të mbajmë mëri, ndonjëherë të japim edhe dënime, ti duhet ta dish që për ne je gjëja më e shtrenjtë që kemi. Edhe si të tillë do të kemi gjithmonë, edhe kur ti të rritesh dhe të kesh fëmijët e tu, por ne do jesh gjithmonë më i vogël dhe duam gjithmonë të tregojmë kujdes për ty. Përveç këtyre gjërave të mira, unë kam edhe ca gjëra që ti duhet më premtosh si burrat, siç thua ti me shokët, kur jep fjalën për ndonjë gjë, edhe mua kështu duhet më premtosh. Je i sigurt që do ta bësh si burrat për fjalët që do të kërkoj unë? Do t'i pranoj që s'kan shumë vështira. Okej, e shikojmë në fund. E para, shkolla. Është gjëja më e rëndësishme. Ta them nga eksperienca ime, që pa shkollën nisi nuk e ku të shkosh. Çdo derë që me shkollën të hapet, pa shkollën të mbyllet ose ndonjëherë nuk të shfaqet fare. Kështu që shkollën e ke gjën më të rëndësishme. Dhe për këtë duhet më premtosh që ti do mësosh edhe do jesh shëmbullor. Ma premton? Për këtë të premtoj. Në rregull. Ti e di që pavarësisht se mua më thonë që dua më shumë babin, pikën të dobët e kam te mami, se jam femër dhe e di që do me thënë vështirësi. Kërkesa e dytë konsiston tek mami. Të lutemi si, në emrin tim dhe të Xhekut, mos e mërzit më aq shumë mamin. Ka bërë kaq shumë për ne që ti e di shumë mirë. Ato të babit nuk llogariten, po edhe mami ka bërë aq shumë për ne se ti e di shumë mirë dhe të lutem. Mundohu që ti ta kuptosh mamin, ai sa ajo mundohet të kuptoj ty që ndonjëherë nuk i takon asaj të kuptoj. Të lutem, do më premtosh që me mamin nuk do ketë më zënë ka ata asaj natyre që ka pasur gjithmonë, edhe ti do ta bësh mamin krenare kur të vinë në mbledhje me prindër? Po, dhe për këtë premtoj. Tani, te pjesa e futbollit si. Ti e ke pasur gjithmonë me shumë shef, po e di shumë mirë që ajo që s'të ka pëlqyer te futbolli ka qenë që ti nuk i nënshtroje dot fjalëve të tjerëve. Por të lutem, mos e li pas dore, sepse është një gjë që të bësh shumë mirë ty për mendjen, për trupin dhe për edukatën mbi të gjitha. Do mundohem, futbollin do mundohem. Po pse çfarë të pengon? S'më pengon asgjë, po. Po çfarë? Kohët e fundit më ka dalë edhe pak në shefi. E quan kohë të humbur? Po. Kemi gjë tjetër se kam edhe unë. Po, kemi edhe diçka shumë të rëndësishme. Po. Ti e di që duke qenë se unë vetë jam pak natyrë që kur më thonë diçka duhet më premtoj edhe diçka tjetër nëse e bëj, e di që edhe ti kështu je si unë do të bëj një premtim që ndoshta do të vijë pak i papritur. Nëse ti mban të gjitha premtimet për te shakave, nëse ti merr në konsiderat dashurinë tonë pa kushte, për kushtimin ton pa kushte ndaj teje, motra të premton që vitin tjetër nuk do kesh mami edhe babi, vetëm mamin edhe babi që kam dhe unë, por do më kesh edhe mua një prind, sepse të premtoj që me babin do të bie në konsensus, edhe ti do vish ta bësh gjimnazin këtu në Tiranë siç ti don. Do ta bësh këtu dhe nuk do të mungoj asgjë. Por, siç e the edhe vetë mbrëm, jam pak e rep. Po kjo për të mirën tënde. Kështu që mendoje vetë anisi, që mos të bën prapë e rep, mendoje vetë do t'i mbash apo jo premtimet, çdo gjë në shtator është në favorin tënd. Tani do të vish në Tiranë apo jo? Dhe dua dhe s'dua. Ardit e di pse thot kështu? Më, Sepse do të ikin në Francë. Vërtet? Ka pretendime të tjera. Mirë, për para Parisit, sigurisht, Tirana... Ardit para Parisit, sigurisht që Tirana nuk është asgjë, po para dashurisë të mami dhe babit, Parisi nuk është asgjë. Po pse do të shkosh në Francë? Jeta këtu nuk se më pëlqen më tepër të jetoj jashtë dhe sa brenda vendit. Ti na thuaj, dëshiron të rish në Vlorë apo të vish në Tiranë? Se këto janë dy opsionet që janë njëherë për njëherë. Dëshiroj të më mirë të rinë në Vlorë ashtu që janë, se sa të vinë në Tiranë me kushte të repla. Kësa i thonë të grish kotë, me minuta të tëra, ku ishe, aty ku ishim. Jo, Ardit, në fakt si nuk e ka këtë, po më duket se e ka të pjesa tjetër që nuk do mbaj dot premtimet. Shiko, le të Ardja në përpiqemi. Tiranë nuk varet nga isi, Ardit. Absolutisht, nuk varet nga dëshira isit, varet nga plotësimi i premtimeve që do bëj isi.
Ç'është kjo? Isi ka dëshirë të vinë në Tiranë që nesër, po pa premtime s'ka ku të shkoj. Megjithatë, nga ajo që ne kuptuam, isi premtoi për gjithçka që ti i kërkove dhe ky është një premtim publik, por për të ardhur në Tiranë e ka me mëdyshje. Megjithatë, deri atëherë do kemi kohë. Nuk i dihet, takohemi prapë dhe flasim prapë. Sigurisht. E përqafon motra vllajin? Po, sigurisht. Me vrap! Ne këtu jemi në Facebook të Edila Shqiptare, në Facebook Televizionit Klan, në Facebook Ana Media. Gjithashtu jemi në Ka një mesazh për ty e Televizionit Klan tvklan.al. Gjithashtu kemi dhe numrin e telefonit 068 42 00 004. Na kontaktoni, ju presim. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit.